Kur themeli është i fortë, ndërtesa qëndron vetë. Kurreshtja për dijen, pasioni për shkencat dhe artet, lullëzimi i këtyre është kënaqësi që jem sot këtu me juve, me profesionist që mbikëqyrin cilësinë e arsimit ton, që ruajnë standardin dhe ndihmojnë përmirësimin e mëtejmë. Gjatë këtyre viteve kemi investuar në mënyrë të vazhdueshme dhe strategjike në sektorin e arsimit, në ndërtimin dhe renovimin e shkollave dhe qerdheve, në pajisjen e tyre me infrastrukturë moderne dhe në zhvillimin profesional të mësimdhënësve. Kemi krijuar kushte më të mira që shkollat të ofrojnë cilësi, përgatitje të lartë dhe mirëqenie për çdo nxënës. Të gjitha këto investime janë edhe në favor të punës suaj si Inspektorat i Arsimit. Sa më i fortë jetë themeli i sistemit arsimor, aq më e lehtë bëhet puna e inspektimit dhe aq më pak ndërhyrje do të jenë të nevojshme. Kur standardet ngrihen dhe kushtet përmirësohen, kontrolli shndrohet në partneritet dhe mbikëqyrja bëhet garanci si për cilësi ashtu edhe për efikasitet. Kur themeli është i fortë, ndërtesa qëndron vetë. Roli i inspektoriatit natyrisht nuk është të ndeshkoj, por të udhëzoj, të këshilloj dhe të përkrahë institucionet arsimore në rrugën e përmirësimit të vazhdueshëm e të pandalshëm. Qëllimi juaj nuk është të krijoni frikë, por të siguroni standarde dhe të nxisni përparim. Ju jeni bashkëpunëtor të mësimdhënësve dhe aleat të drejtuesve të shkollave, jeni bashkëpunëtar në rrugtimin për cilësi dhe efikasitet. Sikur cilësia e mësimdhënies, ashtu edhe efikasiteti i mësimdhënies varen në mos të konsiderueshme prej punës dhe prej angazhimit tuaj. Por do shkoj edhe një hap më tej. Kurreshtja për dijen, pasioni për shkencat dhe artet, lullëzimi i këtyre po ashtu varet nga puna juaj, nga puna jon e përbashkët.